I gjithë vendi është përfshirë nga viroza testinus, duke sjellë një kërkesë në rritje të pacientëve që po kërkojnë ndihmë në përqendrat shëndetësore apo urgjenca. Një situatë e tillë me dyndje pacientësh vihet re edhe në qendrën shëndetësore të njësisë administrative Mollas. Mjeku i kësaj qendre, Shpëtim Çela, e cilëson këtë situatë si mjaft problematike, megjithëse aty është nën kontroll. Tash gjendja është në një situatë gripale, po është një situatë normale për sezonin që jemi. Nuk është alarmante, ka viroza të lehta, me pak temperaturë, që është më së normale për situatën që jemi, për periudhën janarit. Por sa ka gjithashtu, dhe gjatë fund vitit nuk kishim raste shumë të shumë. Simptomat që shfaqen janë ato të zakonshme të këtyre virozave, si temperaturë, diare dhe dhimbje trupi. Në vaksinu mbi 300 persona të grup moshave të ndryshme, para është vaksinu personeli, atëre ka fillu grup moshat e treta të smurt kronik që janë vaksinuar. Mënyra më e mirë për t'i kaluar sa më lehtë virozat dhe mos lejuar agravimin e situatës është këshillimi me mjekun e familjes që në shenjat e para. Grup moshat më të riskuara vijojnë të jenë ato pediatrike dhe të moshuarit, të cilët duhet të tregojnë më shumë kujdes këtë periudhë për të shmangur komplikacionet.